Nëse koha jote është futur dhe në ditët e tyre të punës, diçka nuk është mirë me ty, i dashur apo e dashur CEO. Dhe në qoftë se kjo mund t'i ngëlloj ashpër, le ta përcaktojmë çik orën tënde të punës. Le të themi që në qoftë se do të mirë dikë në punë dhe e ke marrë ti të jetë CEO jot, dhe ti e di orën tënde, vlerën e orës tënde të punës, a do të jetë e mundur që këtë orë pune ti je duke bërë detyrën e dikujt që vlera e tij e punës është shumë e ulët? Pra nëse ti je duke bërë detyrën e shefit të financës, dhe ti do të futesh të shikosh si ka dalë balanca, si ka dalë kompania, dhe në qoftë se nuk të pëlqen, ti do futesh të kërkosh ku është gabimi, dhe të kërkosh gabim, dhe ti je duke bërë detyrën e dikujt i cili në atë kohë duhet të bënte këtë detyrë prapë. Ai ose the shadow person. Ai tjetër që ti po përgatit për shef finance. Pra, në qoftë se ta vëmë në vlerë leku, ti që je marrë në punë nga kompania si CEO, po bën detyrën e një asistenti. Dhe ne nuk e kemi mundësi në kompani të mund që ne të paguajmë një asistent sa një CEO.